Vllaznia do të luajë këtë të diel duelin me Bylisin. Përpara ndeshjes, e cila do të luhet në stadiumin Loro Boriçi në konferencën për shtyp, u shfaq Vjoresin Sinani, i cili në fjalën e tij tha se është i bindur se vllaznia do të fitojë me Bylisin. Atmosfera është normale, atmosfera është e mirë. Besoj shumë që kthehemi te fitoria dhe jam i bindur që djem dhe gjithë bashkë stafi do të ndajmë maksimumin dhe besoj shumë që vllaznia do të thete 3 pikëshi. Jena një pozicion që gradualisht edhe lojtarët që kanë pas probleme po kthehen dhe me një ekip plot besoj që në gjona gjithmonë do të bëhen edhe më të lehta. Ka vlerësim maksimal, në gjithë bashkë jena dëshmitar që nuk ka asnjë skuadër të lehtë, asnjë, e them me plot gojen, dhe gjithë ta vështirësojnë punën, gjithë lozin për pikë, gjithë luftojnë, kështu që në vlerësim s'ka nga ana jon për asnjë lloj skuadër, jo për Bylisin, por asnjë lloj skuadër. Djemt e dinë që duhet me bëha maksimumin me 100% e tyre dhe jam i bindur që do të fitojmë. Sinani tha se vllaznia po sulmohet në shumë krah, ndërsa shtoi se sulmuesit e ekipit kuqeblu i kanë zili të gjitha skuadrat e tjera. Unë besoj që ato gjithë e dinë që vllaznia ka ekip mirë, gjithë e dinë që vllaznia është një ekip që do të pretendojnë për çdo trofe këtë vit. Dhe nuk besoj, por gjithmonë të pa një ekip fort që vllaznia, gjithmonë besoj që do të atakohesh në shumë krah, por ne besoj që jena të fort, jena me kam tokë, jena ekip korrekt dhe me lojtarë që kena jam i bindur që do të kena sukses deri në fund. Unë mendoj se nuk ka asnjë lloj krizi, as në sulm dhe asnjë problem tjetër në skuadër, kështu që besoj se skuadra do të thjet të rezultate pozitive, sulmin jena shumë të kënaqur. Kena një lojtar si Bekim Bala që është 2 vjet golxhuesi më i mirë, vazhdon me kanë golxhuesi më i mirë dhe ne shpirtin për ekipin. Kena një lojtar si Bismarck që është një super futbollist, por me problemet e damtimeve që ata shikojnë dorë kërkush dhe nuk i uron kërkush. Besoj që do të thjet gradualisht formën e vet më të mirë, kështu që nuk shaf asnjë problem. Sulmuesat toni kanë zili gjithë ekipet shqiptare. Sfida vllaznia Bylisi do të luhet ditën e diel në orën 16:30 në stadiumin Loro Boriçi.